Presidenti i Republikës Bujar Nishani ka dekoruar me titullin e flamurit të kombit Federatën Shqiptare në Amerikë Vatra, si dhe dy personalitetet të saj, Agim Karagjozin dhe Gjon Buçajn, me medaljen Deri i kombit. Gjatë vizitës së tij disa ditore në New York, në emër të shqiptarëve të Shqipërisë, presidenti Nishani është shprehur se Vatra ka qenë dhe do të mbetet një pjesë shumë e rëndësishme në lidhjen e kahershme të Shqipërisë me Amerikën. Ju nuk jeni thjesht shqiptaro-amerikan, por ju jeni një bazë e madhe dhe një pikë orientimi për forcimin e miqësisë madhe midis shqiptarëve dhe Amerikës. Shqiptarët e Amerikës janë, ashtu siç kanë qenë historikisht, pikë orientimi, një simbol shpirtëror për gjithë shqiptarët kudo ku ata janë. Presidenti Nishani ka vënë theksin dhe në dënimet pa gjyq të disa prej veprimtarëve të dalë nga Vatra në kohën e komunizmit. Presidenti u shpreh se figura si Aqif Përmeti, Bario Mari apo Ali Kuçi e shumë të tjerë vuan përpara jetëve të tyre parimet e lirisë. Që ashtu siç me nderim e thoni gjithmonë përkatësinë tuaj kombëtare, të ruani dhe transmetoni më tej vlerat tona. Parimet e mëdha me cilët shqiptari arriti të rezistojë diktaturave, të rezistoj kohëve të vështira. Federata Vatra lindi në fillim të shekullit të 20, teksa gazeta e saj Dielli pati në krye të saj njerëz të shquar si Fanoli apo Faik Konica.